Gjykata Penale e Tiranës ka shpallur fajtore aktoren Egla Ceno për veprën penale të shpifjes, duke e dënuar me një gjop për 1 milion lekësh të vjetra. Egla Ceno, fituese e edicionit të fundit të Big Brother VIP, kishte deklaruar gjatë një emisioni televiziv se ishte ngacmuar seksualisht nga një moderator televiziv, duke përmendur mbiemrin Kodra. Pas kësaj deklarate, Saimir Kodra reagoi publikisht dhe ju drejtua gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë, duke kërkuar shpalljen fajtore të aktores për dëmtim të imazhit dhe reputacionit të tij. Gjatë procesit gjyqësor, Egla Ceno paraqiti disa versione mbrojtjeje. Fillimisht, ajo deklaroi se kishte frikë të paraqitej në gjykatë. Më pas, tha se nuk e kishte përmendur emrin e plot të moderatorit, duke u justifikuar se kishte thënë vetëm mbiemrin Kodra. Në një seancë tjetër, ajo ndryshoi sërish qëndrim, duke pohuar se deklaratat e saj kishin karakter simbolik dhe nuk kishin të bënin personalisht me Saimir Kodrën.